E kisha kategorizu në dy grupe Antigonë në mënyrë që të ndojmë, sepse përfitimet janë tek të dy grupet. Janë pjesa e atyre që shpirtënisht e bëjnë agjerimin duke e ndjerë, duke e besuar, dhe kjo ndihmon shumë edhe këtë aspektin psikologjik, dhe është pjesa tjetër që me studimet e mëdha botërore, që madje edhe që nuk i përkasin fesë islame, bëjnë fasting për shëndetjen dhe organizmin e tyre. Tek të dy kategorit ndikon, ose më mirë tregom ti sa ndikon në aspektin psikologjik. Po, tash këtë pjesën shpirtnoreve që elaborove. Fetare nuk është se jam personi përgjegjës me shpjegu, po unë prej përvojës time punoj natyrisht edhe me rastet të cilët agjerojnë për shkak të fesë të tyre dhe të cilët të mbajnë dieta siç është fasting ose të ngjashme. Një efekt që dallon këto dietat edhe personat që agjerojnë është ky elementi shpirtnor. Sepse agjerimi e ka këtë komponentën shpirtnore që jep një ndryshim, një kahje tjetër krejt situatës. Nëse dikush është të majt një dietë për shkak se ka një qëllim qysh është dobësimi, personat që agjerojnë edhe mund të dobësohen, por nuk është ai qëllimi. Qëllimi është krejtësisht diçka tjetër që është shumë shpirtnore, që lidhet me besimin e personit dhe me sakrificën, me sfidën që ai ka vendos ta bëj për hir të një besimi të diçka që është më e madhe në të cilën personi beson. Do të thonë, vetë ky element po të rrshet edhe ty. Do të thonë, po unë e përjetoj kur flitet kjo temë. Patjetër, sepse gjithë besimtarët muslimanë përjetojnë kështu muajin e agjerimit. Do të thonë, është komponenta shpirtërore dhe imagjino në këtë ndjenjen e gëzimit, të ngazëllimit, që është më shumë se sa vetëm një gëzim, çfarë përjetimi mundet me pas një besimtar gjatë këtij muaji dhe si kjo pastaj afekton botën e tij emocionale, shpirtërore. Do të thonë, nëse ti je në një gjendje të stresit, të ankthit, dhe problemeve tjera të shëndetit mendor, dhe papritmas vjen një muaj ku ti ke me zhvendos fokusin, mendimet e tua ma nuk janë ato mendimet me të cilat ti ke qenë duke u shqetësuar gjatë asaj periudhe, por është zhvendos vëmendja në diçka që është shumë e thellë, një përvojë shumë e thellë shpirtërore, automatikisht ndryshohet gjendja, ndryshohet përjetimi. Kështu që efekti është aty për aty, kisha me çujt vetëm sa ka filluar Ramazani, do të thonë fillon me u ndjej ai efektin në aspektin emocional.